Po rregullojmë dollapin tim. Më gjysi e ka gjithmonë dollapin e rregullt, ndërkohë imi po shpërthen. Dhe këtu s'ka asgjë, se kam edhe atë aty. Edhe gjendja. Don't go yet, no yet, don't go yet. Që thoni ju, neve po na vjen FIFO për dark, edhe do bëjmë për të ngrënë. Shefat i kemi në kuzhinë, tavolina po pret të mbushet, Pieri po ndërton një dhuratë që ja solli FIFO, edhe kështu. Tani do na bëj FIFO carbonara. Yes. Po dhe kripën. Ta ndes. Edhe ta ndes. Se bëhet shpejt ajo. Po më dheja i ka du. Mos ti hedhësh në ndyrën e kësaj, apo? Po, i ndyrën asaj dhe jeni. Po... Ose dhe qërkuat pas. Ja, se i të nëzeta. Ministër për në det. Po më ka patërdi makina. Po, jo, kjo aparati. Sot është çfarë sot o Pier? Sot është e hënë në darkë. Kemi bërë një dy pazare të vogël. E pretet e shtu. E djel. Kur e ke mësuar ti këtë? Te kofshi? Bravo! Kemi marrë të tilla. Kemi bler qumshin e cappuccinos. Ne marrim këtë. Kakao. Këmure mami. Ashparak, se do bëj direkt të nesër me këto. Edhe biftek. Po mami, një sekund. Edhe kafen. Do shkoj do marrë dhe të noj në fakt të kafe atë të fundit. Se më mbaroj, se kjo ishte preferuara ime. Edhe do të alternoj. Santa Rita, Brazil. Ok. Kash kemi blera asnjë gjë tjetër edhe avokadon për nesër. Tani do të thojmë sot do bëj pasta shumë pak me këtë pesto genovezen që e ka bërë Ergysi. Në të laku. Po mi më ikë me një bluzë ta heq mami. E faktor dhe që ke qa ka të dy gëriferi. Ulu? Në trejme. Akullore, kefir, verë të bardhë kemi këta.
Ako do të reakon, si... Po, freke. Në atë është? Akulloria. Shive kush që ka Po të vetrimin unë, 4 euro. Babi frita. Shive që ka të frigoriferi, Pierre. Shive pak. Qa? Shive. Kuf. Shive. Qa? Kamera! Dreka jonë sot, këtu për gjërë gysit, këtu ka pure patate me cotton cheese, normalisht erza, vaj ulliri, limon me danos, një domate, këtu ka, se këtu mbase ka më shumë dritë, këtu ka bizele, ka baby spinach, që më kishin betur, në fakt këtu kanë qenë kështu, që gjitha në ngrirje, këtu ka biftek fiqi dhe ashparaguj, dhe kjo është dreka jonë. Bëj një screenshot këto se janë super të shishme dhe të ushqyeshme. Realisht nuk kam xhiruar pothuajse fare, sepse kam qenë shumë e zënë dhe SPF-in. Dhe këto produktet e Ada Herbs më pëlqejnë shumë sepse fokusohen te hidratimi. Të gjitha produktet, sidomos kremi i natës dhe kremi i ditës edhe SPF, përveç se të mbron dhe nuk lë asnjë kast të bardhë, mbron lëkurën time dhe ja tani sos do aplikoj asnjë gjë, sepse nuk kam kohë, do shkoj t'i çoj bukën ergysit dhe më pas do kthehem sepse duhet të stërvitem, duhet të mbaroj një projekt që duhet t'ia çoj klientit që ta shofi, që të më aprovoj dhe unë pastaj të filloj ta krijoj, sepse do krijoj një pikturë abstrakte, por që klienti të krijoj den, unë tani kam filluar i krijoj edhe një si tip mock-up në Photoshop dhe tregoj se si do ishte, si do dukej. Erdha në shtëpi, tani do stërvitem direkte, ishte shumë vat dhe kam një pako këtu, po e hap Cupid Wear, do ta shohim bashkë që ishte ardhur, është diçka me fika. Nice. So nice. Tani, Cupid Wear më ka dërguar një pako, edhe më ka gjetur stilin fix, është një fustan nga Asos, edhe është perfekt, është i gjatë dhe unë kam, këtë javë kam shumë evente për të shkuar. Another one. Okay. Tani u vesha prap dhe do bëjmë gati të stërvitem me fik vajnik. Veca që e bëm pushim kemi abuzuar, po them se në thonjza se ne nuk kemi shumë abuzues me ushimin, por që tani filluam nga 0 sheqer të procesuar, njërë në javë që duat ha të cardamom rolls të noj, edhe kaq ose tek hana një nga ato cheesecake-ët e vetëm kaq. Nothing else. Dhe gjithë javën do ham shëndetshëm, si gjithmonë, sepse ndjeva direkt një fryrje javën që kaloi, sepse as u stërvita dhe hëngra plot gjëra. Plot gjëra. Dreka gati. Unë nuk kam bizele, sepse ato që i bëra gysit në mëngjes, ato ishin gjithçka që kisha nga bizelet, por është okay. Dhe kam të njëjtën bazë. Kam kompjuterin këtu. Duhet të ha shpejt, sepse kam shumë gjëra për të mbyllur deri në orën 3:30, kështu që stërvita. Do ha drejt, ora është mirë, kam një çiko. Kam mjaftu shumë kohë për të ecur pak. Do të shkruaj edhe një email. Let's together. We both know it's a cruel world, but I won't take a chance, say yes. As long as you love me, we could be starving. Një pak, që kam veshur. Është kështu për tenis, ka dhe pantallonat e shkurtra poshtë,
Po e kisha shumë kolla për ta veshur edhe thash tani të stërvitem pak. Të stërvitem do bëj 30 minuta kështu full body. Pa ta preva dhe flokët sot. Pak shifeni tani s'ka asgjë, se ishin bërë si fshesa nga fundi dhe hapeshin kështu. Dhe hoqa ja 4 gishta po njërë. Edhe i kam kapur këtu se janë të krehura dhe në orën 7:30 jam në një event. Ora është kemi ardhur në vend. Është e shtunë. Si tha më sekret? Jeri nuk në shitet nga deti, praktikisht. Neve jemi ullur për të është një ambient shumë i bukur, si veni pak restoranti, pastaj kemi dhe një beach bar aty që për të bjerë golden hour do pim në një gjë. God made the autumn and winter for toil. He made the springtime for plowing the soil. Made all the seasons, and when he was done, he made the summer just for The summer's the time to stay out all night. The summer is warm, the warm air is free. The summer was made for irresponsible guys like Hi there. I'm going to Yippee. Really? Pretty like Mirëmëngjesi. Sot është e martë. Tani unë do bëj drekën gati, kam çuar Pierin në kopësht, kam pirë kafen time. Dhe sot do bëjmë quinoa, një shpule, kemi misër, qishra, sallat, do bëjmë një boll shumë të mirë dhe të lezetshëm. Okej. Marrim edhe quinoa, ta shikosh quinoa. Quinoa, ja është. Quinoa ime që unë do ta shpëlaj disa herë me ujë të rrjedhshëm, kështu e bëj gjithmonë. Marrim edhe këto lulet se u androva ujin. E lem këtu. Bleva dhe 10 trëndafila dhe i vendosa. Këto lulet i ndrova pleu dhe më zun miza dhe i nxora aty për jashtë te shkalla dhe sikur janë më mirë tani. Madje kanë filluar të çelin, ja kjo ka një këtu. Edhe kjo bukuroshja po çelet këtu. Shiheni? Këtu nuk e di ma kanë ngrisur te shkalla. Po s'ka problem. Ja kjo është e re. Kjo këtu.
se s'pe kap fokusi dhe ka dalë edhe një re e vockël këtu. Edhe të bëjmë drekën shpejt e shpejt. Sot pas dite duhet të shkoj të punishte të marrë dhe të lajot, sepse kam punë të reja që duhet t'i nis. Sidomos nëse është diçka specifike që ma kërkon, sepse tani nuk është se kam kohë që të ulem të krijoj një koleksion. Tani thjesht po punoj me porosi të ndryshme. Ka njerëz që më thonë më bëj çfarë të duash, e dua për këtë ambient, këto për masa, do your thing, dhe unë që jam kështu. So happy. Bërë shumë kohë që unë stopova së krijoja për veten time, por jo që të filloja nga puna, nga porosit për klientë të ndryshëm, dhe është shumë më rrev zemrën shumë fort kur e mendoj, se është një gjë që dua që ta bëj vazhdimisht. Do të thënë derisa unë të kem fuqi dhe derisa të ketë kërkesë, se tregu i Shqipërisë është i vogël, diçka që dua ta bëj në jetën time në mënyrë konstante të vazhdueshme, jo me ritme të çmendura, por at my own pace. Prandaj nuk kam pasur fare kohë, sepse kam qenë shumë e zënë. Plus shkolla, kam 2 projekte që si kam mbaruar ende, plus tani do merrem edhe me universitetin te Politekniku, sepse duhet patjetër që ta mbyll dhe duhet që në shtator të jem diplomuar. Kështu që ja. Tani këtu kam hedhur pak qep të njoma, kam hedhur rukola dhe kastravec dhe kam marinuar normalisht me pak vaj ulliri, limon edhe aceto balsamico. Tani këtu kam zier kinoan dhe do ta hedh. Dhe këtu do ketë kinoa, krazat e pulës, dhe do përgatis diçka me qishra dhe me misra edhe me domate. Tani bazën e kam gati. Edhe kam shtuar pak arra, kam shtuar fara lini të blenduara, fara susami, dhe do hedh edhe 3 krap ule, mendoj që kam mjaftueshëm. Nuk e kam bërë me gramatur, se nuk jemi futur akoma asaj periudhe që duhet t'i masim, do me thënë se sa kalori dhe sa proteina dhe gjitha këto sa duhet hanë në ditë. Po për momentin jemi këtu, dhe unë thjesht e llogarit me sy. Sot duhet shkoj të dorëzoj një kontratë diku dhe çdo gjë e rëndësishme. Dhe duhet jem këtu pak. Nuk e di tani, po mendoja të mos nuk duhet të bëj kështu një veniti këtu te dhoma, sepse literalisht bëjmë gati ose ulur këtu te krevati dhe kam të pasqyrën këtu përballë jush, ose në këmbë. Pastaj dhe po nuk është jam një njeri që kaloj shumë kohë duke bërë make-up e kështu, nuk e di. Nuk e di. Se te kjo dhoma do shtojmë një mobili, por nga vjeshta tani. Kam arritur në një pikë që dua në shtëpi të kem vetëm gjëra të qëndrueshme, që do thotë dua materiale shumë të mira, druri, edhe prandaj kam zvendësuar këto gjëra që i kam blerë gjithmonë me uljet e Jusku, që nuk janë dru. Ka dhe të Jusku gjëra druri. Ok më pëlqen shumë, oak. E keni parasysh siç kam tavolinën e ngrënë me strumbullakin. Ai është një dru që më pëlqen shumë. Po dhe druri tek dhoma Pjerit, krevati, tavolina, ajo druri natyral lovit. Sa edhe se sa shkon, kështu që thjesht tani të vi vjeshta dhe se kemi të shpenzimet e verës për para jo udhëtime, gjëra fundjava, kështu që të gjemi dhe balate, you know, se nuk është se i presim me gëshër, punojmë, udhëtojmë, kursejmë nga pak, kënaqemi, jetojmë të gjithë. Si të gjithë njerëzit që nuk vijnë nga pasuria gjenerative, që quhet ajo. Që të jem pak më e paraqitshme, të dukem
Bëra gati, nuk e di se ka diçka që nuk shkon sot tek fytyra ime. Ose fillon kjo periudha para ciklit. Kush e di. Po i nxjerr fundin këtij, se nuk se. Kam edhe atë jeshilin, në të marrë dhe marrë një tjetër, sepse to i kam përdorur gjithmonë gjatë verës. Kam marrë, edhe pse jam bërë me krem prap, nxjerrim shumë në plazh. Edhe në fazën që është Pieri tani nuk e kam as komoditetin që të rri në shatër, sepse Pieri e gjithë në ujë. Unë jam gjithkohën në diell. E përshëndetshme, po. Kjo është veshja, të vesh vintage products. Parë tjera, I don't know. Në kam ardhur, u stërvita, nuk ju agjerova këtu sepse e kam postuar në Instagram, kështu që çfarë shihni në YouTube nuk e shihni në Instagram dhe çfarë shihni në Instagram nuk e shihni këtu. Është shumë e vështirë realisht që të krijosh content për dy platforma të ndryshme. Por ka vendos linkun me çfarë u stërvita sot. Tani po përgatis edhe drekën time. Neve me Pierin kemi bërë kështu një projekt të voçkël edhe duke qenë se her pas here ty te hyrja gjejmë letra të hedhura. Se qa do bëjmë neve me mamin? Qa do shkruajmë ne, qa letre do ngjisim aty poshtë? O Pier? Do vim me beturinë. Mos hidhni beturina. Dhe mami do t'ja bëj gati Pieri, do t'a shkruaj Pieri, atëherë do t'i bëj disa pika, atëherë mos ka lezet flokët kështu të prera dhe bura re një gjë te plazhi, më përpara më ngatroheshin, bëheshin si shkarpa, këse radhe, edhe pse futesha zhytesha nga kripa, ato ishin prap super të shkrifto. Tani po e mbyll këtë vlog, do me thënë, unë nis për të postuar që javën e kaluar, thjesht unë nuk arrita ta editoj dhe thash okay, e lash, filmova dhe tani do më thoni juve kur keni qef që t'i shikoni këto vlogs të mërkurën apo të dielën. Edhe dila bas dite nuk do ishte keq, që ti jemi më chill, kemi kohë. Nuk e di më thoni ju. Faleminderit që e mbështesni këtë kanal. Ju kam shumë për zemër dhe mos harroni ta mbështesni këtë kanal duke bërë subscribe, duke e shpërndar me dikë që mendojni që mbase do kënaqet dhe do argëtoj duke e parë ose fundja do mësoj një gjë të re. I don't know. Shihemi në vlogun e radhës me gjëra plot. Paqim! Pieri, po ti si nuk e pe? Dhe po shifse diçka ndryshe, po se ku ishte ndryshimi? Erda! Okej.